Hashim Thaçi pati rastin të dëgjoj edhe një herë nga amerikanët se çfarë qeverie i duhet Kosovës. Kryeministrit në largim që synon ta ketë edhe një mandat, këtë mesazh ja përcolli ndihmë sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman në takimin afër 2 orësh që patën në zyrat qeveritare. Besoj se kryeministri dhe partitë e tjera kanë dëgjuar opinionin tonë dhe të qytetarëve të Kosovës për qeveri të pastër, të aftë dhe të përkushtuar. Lideri i PDK-s, i cili ka barën për formimin e qeverisë së re, pohoi para zyrtarit amerikan se e ka kuptuar mesazhin. Në institucionet të ardhshme gjithashtu të Republikës së Kosovës do të jenë njerëz që si synim parsor e kanë së pari Kosovën, interesat e qytetarëve të vendit, mbi çdo interes partia, grupor apo individual. Ndihmë sekretari amerikan i shtetit mohoi t'i ketë dhënë Thaçit këshilla specifike sa duhet të jetë koalicioni i gjerë qeverisës. Për të, nuk është me rëndësi mallësia e koalicionit, por efikasiteti i tij. Por amerikani pati një përgjigje interesante kur u pyet për Bexhet Pacollin si president të Kosovës. Nuk kam ndonjë opinion. Faleminderit. Megjithatë, pati opinion të qartë sa i përket dialogut të Prishtinës e Beogradit. Tha se diçka tjetër është më prioritare. Energjia së pari duhet të fokusohet në detyrat për reformat që ka. Nëse Kosova dështon edhe dialogu, por e kundërta nuk mund të ndodhë. Countryman pohoi se SBA-t e marrin seriozisht raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Martit dhe konsiderojnë që EULEX-i duhet t'i kryejë hetimet.